Kjo gjen një modalitet për me arsyetu për ja Jo, prosin. unë nuk arsyetoj, unë flas me fakte. A ke pas në panel, a ke pas një lider tjetër të Ballkanit Perëndimor? Nuk e ke pas. Kjo flet për raporte jashtëzakonisht të mira. Unë nuk justifikoj, nuk gjej modalitete. Unë flas me fakte. E shoh fotografin, ulem dhe e analizoj për fotografi po tregoj. Që e analizoj dhe këtë foto që për te asaj diskutimi që ka pas. Thonë të vërtetën. Duhet të analizoj dhe të gjuhën e trupit. Me zërin Osmani është diçka tjetër, panelit është diçka tjetër. Pastaj e merr edhe të drejtën për të komentuar dhe për të folur. E keni kritikuar, e keni pushkatu publikisht Abdullah Hoxhin, i cili ka qenë në shtëpitë Borë, zyrën e Ole, gu për gu me presidentin Trump. A din çfarë kritika keni bërë ndaj tij? Unë nuk pushkatoj njerëz. E para punës unë nuk pushkatoj njerëz. E dyta, unë nuk kam kritikuar Abdullah Hoxhin për vizitën e tij, unë kam kritikuar për çastin e tij në raport me një diskutim korridor që e bën me presidentin e Serbisë. Këtu ka qenë kritika jam, po ajo ka kaluar tashmë. Për atë paraqitje mos dinjitetshme ka marrë faturët. Po flasim për këtë paraqitje dinjitetshme këtu fotografi. Ku e njëjta nuk e merr vëmendje aksidentalisht edhe pse është zonë, por e merr mbështetjen për shkak ka ndërtuar ura e bashkëpunimit. Sepse dhe si ti qasin një lideri atipik të cilin nuk po din si ti qasin shumë burra në politik. Dhe e njëjta flet shumë si fotografi, i njëjti kthehet pas në nënshkrimit të marrëveshjes, kthehet dhe shtrëngon duart vetëm zonjës Osmani. Domethënë kjo